Në kuadër të javës së 17 të kampionatit kombëtar të futbollit për grupin B, Tomori mundi 2-1 Devollin e Bilishtit në një takim të luajtur të dielën pas dreke në qytetin e Beratit. Ndeshja ishte shumë e rëndësishme për të siguruar vendet për play-offin pas përfundimit të kampionatit të rregullt. Afrikani nga Guinea, Mamadi, i dha avantazhin Tomorit në minutën e 5 të pjesës së parë. Në pjesën e dytë, Tomori pati një mundësi të dyfishoj rezultatin, por Mamadi nuk arriti të shënojë nga pika e bardhë e penalltisë. Në minutën e 77, Devolli barazoi me anë të Nallbatit, por 2 minuta para përfundimit, Skënderaj shënoi golin e dytë dhe fitoren për Tomorin. Me këtë fitore, Tomori ngjitet në vendin e tretë me 29 pikë, ndërsa Devolli zbriti në vendin e katërt me 1 pikë më pak se Beratasit. Nëse kjo renditje mbetet e pandryshuar deri në fund, Tomori do të përballet sërish me Devollin në Berat për ndeshjen e play-offit.